Mjekët japin urdhër, mos e fusni në gojë uthullën e mollës nëse vuani nga këto 5 sëmundje. Uthulla e mollës është një përbërës mjaft i dobishëm që mund të përdoret pasi mund të parandalojë dhe lehtësojë probleme të shumta, siç mund të jetë astma, ekzema, artriti, humbjet e gjakut, infeksionet e sinuseve, lodhja e të tjera. Megjithatë, vetëm pak persona janë të vetëdijshëm për faktin se, pavarësisht të gjithë kësaj, mund të jetë e dëmshme nëse ky produkt konsumohet në situata të caktuara. Ju nuk duhet të përdorni uthullën e mollës në këto raste, citon Webmed. Nëse keni pasur një histori të diabetit ose sëmundjeve të gjakut në familje, para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Në rastin e diabetit, uthulla e mollës mund të çojë në rritje të episodeve hipoglicemike ose sheqerit të ulët në gjak. Në rast se jeni duke marrë medikamente për diabetin, atëherë nuk duhet ta përdorni uthullën e mollës, pasi mund të ndikojë dyfish në uljen e niveleve të tij. Nëse keni probleme gastrointestinale, shumë acid, i cili gjendet te uthulla e mollës, mund të çojë në dispepsi, urth dhe probleme të diarres. Prandaj në qoftë se e përdorni atë për të detoksifikuar sistemin tuaj, duhet të dini që këto efekte mund të jenë anësore. Prandaj nëse vuani nga problemet gastrointestinale, është e rëndësishme të mos e përdorni uthullën e mollës. Nëse keni nivele të ulta të kaliumit në trupin tuaj, mos përdorni uthull molle. Uthulla e mollës mund të zvogëlojë nivelet e kaliumit. Ky problem i njohur mjekësor si hipokalemia mund të çojë në dobësi të muskujve, kapslëk, arritmi të zemrës, lodhje ose paralizë. Ekspertët citojnë se personat që kanë nivele shumë të ulta të kaliumit në trupin e tyre nuk duhet ta përdorin uthullën e mollës, pasi mund të nxjisë humbjen e tij më të madhe dhe të shkaktojë këto probleme të përmendura më herët. Nëse keni dhëmbë të ndjeshëm, mos përdorni uthull molle. Uthulla e paulluar e mollës ka nivele të larta të acidit që mund të dëmtojnë smaltin e dhëmbëve në rastin e përdorimit oral. Ajo mund të lërë nuanca të verdha në dhëmbët tuaj dhe gjithashtu të rrisë ndjeshmërinë e dhëmbëve. Ekspertët e shëndetit dëmtar citojnë se në rast se keni dhëmbët tuaj të ndjeshëm, mos e përdorni atë pasi mund të ndikojë edhe në krijimin e këtyre shqetësimeve. Nëse keni probleme me gëlltitjen, mos pini uthull molle. Goja, fyti dhe ezofagu janë të veshur me një mukozë, e cila është një ynë që mund të shpërbëhet lehtësisht nëse i nënshtroheni gjithashtu edhe një acidi të fortë. Prandaj në këto raste është shumë e rëndësishme të mos e konsumoni atë, pasi mund të nxjisë gjithashtu edhe një sër komplikacionesh. Nëse keni probleme me stomakun, mos përdorni uthull molle. Njerëzit të cilët kanë ndonjë problem me stomakun ose thjesht një stomak të ndjeshëm duhet të jenë të kujdesshëm me uthullën e mollës, pasi problemi i tyre mund të përkeqësohet edhe më shumë. Nëse vuani nga diarrea, mos përdorni uthull molle. Konsumi i rregullt i uthullës së mollës mund të çojë në diarre. Kujdesuni ta përdorni atë në mënyrë të ekuilibruar dhe të moderuar. Uthulla e mollës mund të ndikojë gjithashtu në shëndetin e veshkave tuaja. Ka shumë shqetësime në lidhje me uthullën e mollës dhe efektet e tyre për veshkat. Personat me probleme të veshkave nuk rekomandohen të përdorin uthullën e mollës. Ato që abuzojnë me përdorimin e uthullës së mollës mund të dëmtojnë veshkat për shkak të aciditetit të tyre. Nëse vuani nga fryrja, mos pini uthull molle. Nutricionistët pohojnë se konsumi i uthullës së mollës vonon zbrazjen e stomakut që mund të shkaktojë humbje të përkohshme të peshës, si dhe fryrje serioze, gazra dhe të përzjera. Për të shmangur shqetësimin, shtoni pirjen e ujit dhe hani përfitime të tjera perime siç janë edhe ato me fibër të lartë. Nëse vuani nga refluksi i acidit, mos pini uthull molle. Njerëzit që vuajnë nga urthi duhet të jenë të kujdesshëm ndaj shqetësimeve të tilla acidike si uthulla e mollës. Nutricionistët paralajmërojnë se uthulla mund të rrisë nivelet e aciditetit që rezulton në një ndjesi djegje të shtuar. Nëse keni ndjenja dobësie, mos pini uthull molle. Disa njerëz përpiqen të mbijetojnë kryesisht duke pirë uthull molle, por trupi nuk merr kalori të mjaftueshme për të funksionuar. Nutricionistët rekomandojnë të pini uthull molle si pjesë e një vakti të kombinuar me perime, proteina dhe karbohidrate.
Kjo mënyrë ushqyerje do ju jap energji të mjaftueshme. Nëse doni dhe të përmirësoni peshën tuaj, mos e pini uthullin e mollës nëse keni një humbje të përkohshme të peshës. Nëse doni të përmbaheni në një dietë me uthull molle, kjo do të ndihmojë në humbjen e përkohshme të peshës, por në disa raste mund të jetë shqetësuese për metabolizmin dhe të vështirësojë humbjen e kilogramëve të tepër. Si rregull, disa njerëz përpiqen të përdorin uthullin e mollës për të shtypur oreksin. Sidoqoftë nutricionistët pohojnë se kjo mund të rezultojë në pasoja të pakëndshme dhe të shkaktojë uri të tepërt sepse ky produkt është i ulët në kalori. Sipas WebMed, në këto raste nuk këshillohet ta përdorni uthullin e mollës pasi mund të nxjisë edhe përkeqësimin e shëndetit tuaj, gjithashtu edhe të shkaktojë efekte anësore. Për këtë artikull shpeshherë ekzistojnë edhe shumë përfitime të cilat nuk i keni ditur më parë. Çdo shfrytëzim i uthullës së mollës duhet të jetë gjithmonë i kujdesshëm sepse përdorimi i tepërt i saj mund të çojë në dëmet të organizmit. Për fillim, përdorimi i drejtë i uthullës së mollës nuk duhet të jetë më shumë se 2 lugë çaji në ditë, gjithmonë të tretura në një gotë me ujë. Mund të përdoren në sallata, në gjellra, në perime, por edhe të pihet në një gotë me ujë. Mirëpo sasia e tepërt e uthullës së mollës mund të irritojë lukthin dhe të shkaktojë edhe dëmtime të smaltit të dhëmbëve dhe dëmtime të ezofagut. Pa marrë parasysh të gjitha këto cilësi pozitive të saj, uthulla është shumë e fortë dhe përdorimet e gabuara mund t'i bëjnë vetes më shumë dëme se sa dobi, citon WebMed. Si fillim, mos pini uthull molle me stomak të zbrazët. Thartësia e uthullës së mollës mund t'irritojë lukthin nëse e pini esëll. Për të ndihmuar që të ndjeheni të ngopur, por që do të keni efekte anësore të ngërçeve dhe dhimbjeve, është më mirë ta hani mëngjes dhe më pas ta pasqyroni dietën tuaj me proteina dhe ta konsumoni atë. Në këtë racion mund të përdorni uthull molle ose ta pini atë të tretur gjithmonë në ujë pas ngrënies. Gjithashtu ato mund të shkaktojnë lajthitje mbi eliminimin e toksinave. Vetëm pirja e uthullës së mollës nuk është mënyra natyrale e pastrimit të trupit nga toksinat sepse organizmi ynë tashmë ka sistemin e vet. Mëlçia, veshka dhe zorët ndihmojnë trupin të absorbojë materiet ushqyese, ndërkohë që ato të cilat nuk janë të dobishme i nxjerr jashtë nëpërmjet urisë dhe jashtëshitjes. Vetëm pirja e uthullës së mollës nuk është e mirë për ju. Uthulla e mollës mund të cilësohet si një probiotik. Probiotikët mund të ndihmojnë në përmirësimin e shëndetit të zorëve dhe të keni metabolizëm të rregullt. Kjo ndodh për shkak të fermentizimit të uthullës e cila përmban baktere të mira. Lajthitja rreth kësaj cilësie pozitive është ajo që mund të gjeni në çdo uthull molle të blerë. Gjithashtu uthulla e mollës e pasterizuar përmban enzima, proteina dhe probiotik sepse me pasterizimin ato eliminohen. Është e rëndësishme të mos e teproni me përdorimin e uthullës së mollës dhe ta konsumoni si duhet, sidomos edhe në shqetësime të tilla. Studimet kërkimore në përgjithësi sugjerojnë kombinimin e një lugë çaji uthull molle të hodhuar në një gotë me ujë, zakonisht do të ofrojë përfitime të ndryshme për shëndetin. Megjithatë, konsumi i gabuar i saj mund të çojë efekte negative të tilla si dëmtimi i smaltit të dhëmbëve, acarimi i fytit ose shqetësime me tretjen. Prandaj rekomandohet përgjithsisht të filloni me sasi të vogla dhe të monitoroni si reagon ajo. Një studim i vitit 2016 zbuloi se pirja e një lugë gjede uthull molle të hodhuar në ujë mjaftueshëm mund të sjellë përfitime në mbështetjen e sistemit tretës. Acidi acetik te uthulla e mollës mund të ndihmojë në përmirësimin e tretjes dhe promovimin e një mjedisi të shëndetshëm të zorëve. Uthulla e mollës mund të sjellë një menaxhim më të mirë të peshës. Uthulla e mollës mund të rrisë ndjesinë e ngopjes duke u kombinuar me një dietë të duhur, mund të reduktojë gjithashtu kilogramët e tepërt. Uthulla e mollës përdoret në mënyrë efektive edhe në luftën kundër bakterieve të dëmshme. Ulëntimet tregojnë se uthulla e mollës mund të ulë riskun e problemeve të kolesterolit dhe triglicerideve, gjithashtu edhe të jap rezultate mjaft të mira në shëndetin e lëkurës. Por të gjitha këto përfitime mund t'i merrni vetëm nëse e përdorni si duhet dhe pa e tepruar atë. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme.
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.